Muaji janar referuar dhe temperaturave të ulta ka shënuar rritje të numrit të personave të prekur nga virozat stinore. Mjekët konfirmojnë se më të prekur mbeten kryesisht moshat e treta, të sëmurët kronik, por edhe fëmijët. Diana Dulaj, mjek e patologe pranë qendrës shëndetësore 10 Koriku, konfirmon se regjistrohen nga 30 deri në 35 vizita në ditë, ndërsa shenjat kryesore të prekjes nga këto viroza janë temperatura, kolla e fortë apo lodhje trupore, teksa jep edhe këshillat për pacientët. Perioda e janarit ka nisur me një numër të lartë virozash. Mund të them që vizita ditore shkojnë diku tek 30-35 në ditë, bashkë me pacientët kronik. Më së shumti pacientët që referohen tek mjeku familjes janë moshat e treta, që janë të pranishëm, vinë zakonisht me shenja të tilla si temperaturë prej ditësh, koll të fortë. Në fillim fillon me një koll të thatë dhe pastaj vazhdon me koll me sekrecione, me një lodhje, këputje trupore, ndonjëherë te pacientët kronik që kanë dhe sëmundje shoqëruese vazhdohet edhe me vështirësi në frymarrje. Por si fillim ne si mjek familje kemi si detyrim që të trajtojmë, të japim ato këshillat e nevojshme në stadin e parë të sëmundjes. Në regjim, më së shumti, nuk synojmë antibiotikët absolutisht që në fillim të sëmundjes, zakonisht më shumë lëngje, konsumimin e lëngjeve është shumë i rëndësishëm, matjen e temperaturës të jenë të rregullt për sa i përket kësaj pjese. Nëse është deri në 38, sugjeroj paracetamol, mbi 38 e lartë, ibuprofen 600 në varësi të sa kilogram është dhe pacienti. Mjek e patologe Diana Dulaj thekson se pacientët fillimisht duhet i drejtohen mjeku të familjes pranë qendrave shëndetësore dhe më pas së spitalit në varësi edhe të gjendjes së tyre. Pritet gjithsesi që kjo situatë të vijojë edhe për të paktën 10 ditë dhe më pas të kemi një ulje të kurbës së sëmundshmërisë. Në momentin kur simptomat vijojnë, progresojnë në një dekurs jo të mirë, ne patjetër i sugjerojmë në spital për të bërë ekzaminimet e nevojshme për të parë sepse ende ai infeksion mbizotëron në organizmin e tyre. Për shkak të uljes së temperaturave në mënyrë të menjëhershme janë bërë më evidente këto viroza. Pritet që edhe 10 ditët e ardhshme do jetë piku dhe pastaj shpresojmë që të jetë dritë përmirësimin. Tani normalisht ata paraqiten këtu. Dhe në varësi në çfarë stadi është pjesa e virozës, ne i sugjerojmë nëse mund të ndiqet vetë në shtëpi ose jo. Po diku tek 50-60 vjeç deri në 70 ca mund të them. Janë më të prekurit. Janë më të prekurit, po ka plot detyrim. Megjithatë ata janë më pak moskokçarës, le të themi. Muajt e dimrit shënojnë edhe rritje të personave nga virozat e stinës, një situatë që pritet na shoqërojë ndërkohë që nuk mungojnë dhe këshillat e mjekëve, teksa një masë parandaluese është edhe vaksinimi.